që në ditët e para të shpalljes, Imam Aliu u bë streha më e sigurt e profetit. Në një kohë kur njerëzit e mohonin, e tallnin dhe kërkonin ta shuanin dritën e Islamit, Aliu qëndroi pranë tij me një besnikëri të rrallë. Ai ishte i riu që nuk u frikësua nga shpatat e armikut dhe as nga urrejtja e jo besimtarve. Zemra e tij ishte e lidhur aq fort me profetin, saqë çdo dhimbje e profetit Muhammed bëhej dhimbje e Aliut dhe çdo gëzim i profetit ndriçonte dhe shpirtin e tij. Profeti e njihte pastërtinë e zemrës së imamit, urtësinë e tij, devotshmërinë që Allahu kishte vendosur në shpirtin e tij. Imam Aliu e shihte profetin si dritën që i jepte kuptim jetës, si udhërofyesin që e afronte çdo ditë më pranë Allahut. Ata ishin si dy lumenj që bashkohen në të njëjtin det të mëshirës dhe drejtësisë.